Pra, në këtë rast, me pak fjalë, do të thotë që Edi Rama dhe Berisha mbajnë afër tyre oligarkët e përbashkët. Janë përfitus, nuk janë që mbajnë oligarkët. Ai oligark që pretendohet se është ndërtues, ju e pat tek Spaku dhe nuk mundet kërkush me i thanë që ky është pasaniku më i madh në Shqipëri i këtyre milionave euro, se nuk ta jep prezencën e kësaj, po është thjesht pra pastrimi i parave të këtyre. Dhe është e padiskutueshme që garancia që ka marrë janë të dy, të majtit dhe të djathit. Është Rama dhe Sali Berisha. Dhe për ndryshe ai nuk bën veprime të tilla në Baks Rjoll. Sepse është turpi i botës që të rrethohet sot veni, pra pa u marrë një vendim. Pra çështja është në gjykat. Pra çështja është që po ndërtohet me shpejtësi për të mbuluar turpin e tyre. Ai resort që është proces gjyqësor, pavarësisht e vendimmarrja e gjykatave, ai është një resort që unë e kam kërkuar menjëherë të sekuestrohet. Të sekuestrohet ajo tokë, o zotëri. Sepse kemi shumë gjëra që nuk përputhen me vërtetësinë. Pra, në qoftë se ai do vazhdonte, se nuk është ai është resort privat dhe duhet pagunte në Bashkinë e Shkodrës minimumi 8 milion euro. Një gjë që se ka bë, nuk e ka pagu dhe nuk mund vazhdojnë punë. Dhe jo pa qëllim e kemi kërkuar që të kontrollohet, verifikohet nëse është brenda kushteve që duhet ndërtojnë apo jo. Dhe mos pagesa e detyrimit, pra financiar që e ka për detyrë, tregon marrëdhënie të ngushta, parti, pushtet dhe korrupsion. Në këtë rast a kanë kuptuar shqiptarët që Edi Rama dhe Berisha janë bashkë dhe gjë që prodhoi edhe atë protestë që ne shohim çdo ditë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe konkretisht para kryeministrisë? Unë besoj që gjithë e kanë kuptuar dhe gjithë e kanë pa, edhe veprimet e fundit janë dorë e Edi Ramës, gjoja për t'i heq atij këtë status, këtë bllokim që kishte me Amerikën, në mënyrë që protestat të pushonte, protestat të spomohej, por ajo do jetë më fort, më fuqishme se kurrë. Dhe për ditë ajo do jetë më fuqishme. Por ama pritet nga momenti në moment, pritet që edhe brenda të majtës dhe brenda të djathës të ketë problemet e tyre lidhur me këto arsye, me këto fakte, me këto prova. Kur thoni që dhe brenda të së majtës dhe së djathës do të ketë lëvizje të atilla ose kundërshti, dua të sjell këtu një reagim të Arta Dades, një nga ish eksponentët kryesore të Partisë Socialiste, e cila thekson se socialistët e vërtet nuk gjenden në antimitingjet e organizuara nga qeveria, por në krah të rinjve që protestojnë për dinjitet dhe drejtësi sociale. Ndërkohë, mbi gjitha thot Dade, kjo protest nuk është kundër së majtës, përkundrazi ajo ka kërkesa thellësisht të majta dhe sociale, kërkesa për barazi, për mundësi, për mbrojtjen atyre që kjo qeverisje i ka lënë pas dore. Ndaj kjo revolt është edhe kundër zaptimit të së majtës dhe ajo që ndodhi me Partinë Demokratike në vitin 90, kur Sali Berisha e ktheu Partinë Demokratike në pronë private dhe zaptoi të djathën, po përsëritet sot simetrikisht me Partinë Socialiste dhe ky zaptim duhet marrë fund, shkruan Arta Dade. Në këtë rast a kemi një lëvizje të socialistëve që tentojnë në këtë rast të japin ato shkëndijat në mënyrë që Edi Rama të reflektojë, ndoshta të shkojë dhe drejt dorëheqjes? Jo, nuk e mendoj, janë lojra. E majta është e sofistikuar dhe vërtet është e majtë e sofistikuar. Çka do thotë që të gjitha këto unë i marr si lojra brenda të majtës. Nuk ka se ato po dalin kundra të këtyre, por ajo që është më e rëndësishme, ky vend nuk bëhet asnjëherë nëse toka nuk shkon te i Zoti. Nëse toka shkon te i Zoti, gjithçka do të shkojnë mirë dhe normal në Shqipëri. Jo pa qëllim, është bën një lëvizje fundit, është lidhja geg, që shpejti do të dalë në pa,
të marrë vendimin e gjykatës, e cila nga Shkumbini deri në zonat e më të thella të Veriut do jetë një lëvizje e cila do finalizojë të vërtetën dhe pasurinë e pronës. Ajo ka si qëllim që prona të shkojnë tek i Zoti. Nëse prona nuk shkon te i Zoti, atëherë ne kështu do jemi gjithmonë. Duke betur pikërisht e pjesa e pronës, si e konsideroni projekt ligjin e iniciuar nga qeveria e kryeministit Edi Rama sa i përket tokës bujqësore, që ajo mund t'ju jepet ose të huajt kanë të drejtë të blejnë dhe tokë bujqësore në Shqipëri? Unë nuk kam asnjë, më duket si iniciativë dhe si normale, sepse pjesa më e madhe e shqiptarëve pra nuk e konsiderojnë tokën si pronë, e konsiderojnë thjesht takem. Pra, prona në asnjë vend në botë nuk janë tokat bujqësore të papunuara siç janë në Shqipëri. Po të kalosh me një avion në çdo shtet të botës, e sheh të skuadrume, e sheh të punume, por kjo është pa i qeverisë, sepse brenda Ballkanit, brenda Europës, ndodhin këto situata që e stimulon. Shteti pra, në qoftë se ti ke prollu jo më larg se në Greqi, ke prollu qershi XY, shteti grek i jep atij fermerit 2 euro për kile. Çka do thotë që ai edhe sikur mos ta shesin me çmimin real, ta shesin më pak, por fiton 2 euro për kile. Edhe në Shqipëri, nëse do jenë to veprime në interes të fermerëve, do kishim shumë interesa të mëdha. Jo më larg se në Divjak për shembull, që janë mush me sera dhe e kanë gjithë mundësinë që këtyre qytetarëve për çdo prodhim ti japi 1 euro për kilogram. Dhe po të bëhej kjo, Shqipëria do jetë vendi më i lulëzuar dhe nuk kanë nevojë qytetarët as të ikun jashtë, por kanë nevojë që të jenë mrenë dhe ta shijojnë vendin e tyre, familjen e tyre, pronën e tyre dhe çdo gjë. Po atëherë në këtë rast pse Edi Rama i përzë shqiptarët jashtë vendit duke mos u krijuar atyre mundësitë ekonomike për të punuar tokën e tyre dhe në këtë rast krijon një projekt ligj të tillë që u hap rrugën të huajve që mund të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri dhe mund të krijojnë ato ngulmimet e tyre. Unë jam shumë dakord dhe mund ta marr si thik me 2 presa. Ti o zotëri, pse po ik jashtë? Pse ke frikë Edi Ramën? Ti çova aty dhe koha është e përshtatshme që të gjithë shqiptarët të jenë në shesh. Të bllokohet çdo gjë, të bien poshtë ligje, sepse kjo është vujtja e shqiptarëve. Ju kanë dhënë votën biznesmenëve të korruptuar, ju kanë dhënë votën dhe sot ata pretendojnë që sistemojnë ligje në parlamentin shqiptar dhe nuk dinë asnjë gjë, kanë ardhur thjesht nga çoban, kanë ardhur me korrupsion, kanë vënë lek dhe ata tani sot i bëjnë karshirrek popullit për interesat e tyre, jo për interesat e popullit. Po si mendoni në këtë rast, cili do të jetë fati i protestës dhe nisur në optikën tuaj, a shikoni se kjo protestë do të jetë intensive, do të vijojë më tej dhe mund ta vendosë Edi Ramën me shpatulla pas muri? Në këto kushte, pra e kam thënë disa herë që është shumë e vështirë ta rrëzosh Edi Ramën në këtë formë. Edi Rama thash edhe një herë që në momentin që hyn në një proces besimit ose votash, ai përsëri merr këto vota. Sepse ai ka punojësit, ju e pat shumë mirë që i mlodhi punojësit, por ama ajo frika ekziston, sepse nëse vontresa apo dolën protestuesit, ata e lënë në fund ikën me vrap gjithë që ishin të grumbulluar aty. Pavarësisht se ikën nuk do thotë që nuk do punojnë ose nuk do respektojnë partinë e tyre ose liderin e tyre. Por ama frika sot ekziston në çdo familje shqiptare për për këtë situatë që po ndodh. Nëse do sfumohet kjo protestë, automatikisht manej do jetë rreziku më i madh i Shqipërisë për ato çfarë kryeministri ka projektuar në tronin e vet.